Uroj nga zemra agjërim të lehtë dhe të pranuar. Sot është ditë e veçantë për të gjithë mësuesit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që është mësuesi i gjithë njerëzimit, ka thënë: më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe u mëson edhe të tjerëve. Ky hadith na kujton se mësuesit e Kur'anit dhe të dijes në përgjithësi janë njerëzit më të nderuar tek Allahu, sepse shpërblimi i tyre nuk ndalet vetëm tek ata, por vazhdon në çdo zemër, kur fjala e Zotit dhe dija e dobishme mbillet në të. Le të falenderojmë çdo mësues, çdo profesor që ka qenë udhërofyesi ynë në dhënien e dijes, duke na dhënë dije, vlera dhe dritë. Allahu ja shpërbleft me mirësi të pakufishme. Allahu i mëshiroft e qofshim prej banorëve të xhenetit. Zoti ju shpërbleft për dijen që përhapni. Selam.